si Qirak, më ka marrën 10 vjeçar, më ka pru në qarshi të një ustan Nevzat. Një tusheli kam punu aty, në 7 vjetë. E në shkollën e mes me Sosa, piklasës 5, 6, 7, 8, e në shkollën e mes me Sosa taj. Dukjonin e kam unë që 30 veta, më kam pas punëtorin nga zipapun. Unë e kam pas atje 50 punëtor. Pi atëheru janë koni lidhë me qarshin, se kam qep për Sloveni, kam qep për Malzi, me shumic kam punau. Jo ideja veshje kombëtare, kur qel 79-ën i be Palekutja, u qel. Erdha Lushi, me njonin për Shqipnije një koreograf, dëshin do veshje me vabon atëne, se s'kishi kush vabon, erdhë Bilal Amunësh me i bo. Po thash unë s'kam qep kur një ere, ma do mundona t'i baj. Veshje kombëtare original, unë mundona t'a baj original, se ashtu m'bat kombi. Ama që është ti materialet nuk i ki original si kur për pare. Ne prapërsisht aj material. Unë mundona të mbaj. E që është dikush piktin e valtar, këngëtar që janë, i dun diçka me elemente qera. I ahupa bleftën. Ti abnon një gajtan, e banë me bojnë gjyra, ama nuk është ajo originale. E kafta e në bardha. E bardha në simbol i pastërtis. Kapuqi bardhë është simbol pastërtije.